Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Femrat më të bukura të horoskopit. Në vend të parë Peshorja. Peshorja është një bukuri artistike. Femra e peshores është ajo lloj bukurie që t'i jep ndjesinë sikur e ka vizatuar dikush me shumë kujdes. Ka fytyrë harmonike, shprehje të ëmbël dhe një elegancë që nuk e mëson, por e ka të lindur. Edhe në ditët kur nuk bën fare make-up, ka një shkëlqim natyral që e bën të duket gjithmonë e kuruar. Stili i saj është i rafinuar, ajo di si të kombinojë ngjyrat, si të vishet thjesht por bukur dhe të lërë përshtypje pa bërë shumë zhurmë. Bukuria e saj shoqërohet me një butësi në komunikim dhe sjellje që i jep një magnetizëm të heshtur. Në vend të dytë Akrepi. Është një bukuri që të ngjitet në lëkurë. Femra akrep nuk është patjetër perfekte në tipare, por është e paharrueshme. Shikimi i saj është arma e parë, i thellë, i errët, i tillë që të bën të kthehesh 2-3 herë. Ka një energji misterioze, një lloj sensualiteti të natyrshëm që nuk shpjegohet me fjalë. Ajo vishet për vete, jo për të tjerët, por çuditërisht gjithmonë bie në sy. Ecja e saj është e ngadaltë, e sigurt, pothuajse provokuese pa u përpjekur fare. Akrepi të tërheq sepse duket sikur fshen një histori brenda vetes, një sekret që askush nuk e di. Në vend të tretë, Luani është një bukuri që mbush dhomën. Femra Luan nuk është thjesht e bukur, është e dukshme. Ka prani, dritë, stil të fortë dhe vetbesim që e bën të rrezatojë. Ka tipare të forta, buzëqeshje që ndriçon dhe një qëndrim që t'jep sigurinë se ajo e di saktësisht kush është. E pëlqen luksin, hijeshin dhe di të shfaq anën më të mirë të vetes në çdo moment. Njerëzit rriqen nga ajo sepse ka energji mbretërore, si dikush që e njeh vlerën e vet dhe nuk kërkon miratim nga të tjerët.